Tashti dhurat më të mirë se për një poet, se sa ta interpretosh një poezi, nuk besoj se gjendet. Unë u përcaktova për një poezi, që ti jap pak shpirt, pak emocion. Fjala është për një poezi që i kushtohet dhimbjes së secilit shqiptar, çavërisë. O trëndafil i çamërisë, të qaftë bota, unë do bota jonë, e unë shpeshu të tulbërova për para fletës së bardhë, që më desh të mbush me shkronja të zeza të pafuqisë, u tulbërova për para dheut, pa mallë, e mëmës pa dhe, se njëra pa tjetrën nuk bëjnë dot më dhe. Por një natë në ëndër më përshpëritet ca fjalë të çmoqme. Më the, jemi tre, unë, ti e dhimbja, por nëse vjen dhimbjen do ta mund me ty, e nëse nuk vjen dhimbja do ta mund të dy, të thash jam me ty, po flas me një zë, ëndra iku e ne si shimje. Ah, trëndafili çamërisë, sa të doja të më shponin gjëmbat e tua, që ta ndjej afërsinë tënde në thellësinë e shpirtit tim, e të më përgjaki trupi im për hirtë aromësate, se shpirti i mërzitur nga mungesa e saj që dën, i ngjan shpirtit mërzitur nga prania e saj që nuk dën, e jeta pa ty, më bën që asnjë panje të mos mi knaq këta dy sy. Jo, mbase nuk ti të shkruaj, por dhimbja më bëri poet, këto fjalë nuk vi në botë nga lapsi, por nga malli i ndarjes, e si mund të thot goja diçka që shpirti se ka brenda ti, e si mund të shkruaj, e të mos jem vetë poezi, e si mund të purë dhe një herë, o trëndafil në çavëri, që të mbaj mend si punje për gjakur në histori. Njëzet e 7 qershor, 27 plag në shpirtin njerëzor. Ky muaj që ndon mesin e vitit, më kujton ditën kur do të ndohet trupi nga shpirti. E trupin nuk u lë amanet, sa i takon dheut, as shpirti s'u lë amanet, sa i takon qiellit, amanet vetëm këtë poezi. Tua lexoni të gjithë njerëzve të mi për trëndafilin tim të vyshkun, për trëndafilin tim që do të lulëzoj në çavëri. Për trëndafilin e çamërisë, në qelën dhe përshurit e Kosovës së Sakaj.